Sot është një ditë e bukur, sepse sot është seancë plenare dhe po protestojnë pensionistët dhe minatorët. Prandaj ju uroj mirëseardhjen në këtë protestë. Si sot duhet ishte çdo seancë plenare në këtë vend ku jetojmë. Ditë për ditë duhet protestojnë, po sidomos kur ka seancë plenare, kur ka deputet që mblidhen për hallet e popullit, duhet kishte njerëz që protestojnë për të drejtat e tyre. Deputetët hajtut! Jemi mbledhur këtu një vit pasi i nisën protestat e pensionistëve. Dhe një vit më pas, në fakt, gjërat janë përkeqësuar. Ka më pak fuqi punëtore, janë rritur çmimet e ushqimeve të shportës dhe kjo qeveri indeksoi pensionet tuaja me vetëm 2.5%. Kjo qeveri Edi Rama në fushat elektorale e premtoi pensionin mesatar 400 euro. Pensioni mesatar aktualisht është 180.000 lekë të vjetra dhe indeksimi me 2.5% për shumicën për jush do të 5.000 lekë të vjetra. Në qoftë se kapim Edi Ramën nga fjala e vet që pensionit bëhet 400 euro, do duaj që vit pas viti të rritej me më shumë se 50.000 lekë në muaj. A indeksoj me 5.000 lekë të vjetra në muaj. 10 herë më pak. Tani, Kryeministri mund të dalë dhe të thotë që nuk ka skatuar premtimi im deri në fund të mandatit. Dakor, në qoftë se ju do vazhdojnë të shpresoni se në fund të mandatit do rriten pensionet, atëre në fund të mandatit jeni të sigurt që ai do ketë një premtim tjetër. Dhe kështu kalon jeta, mandat pas mandati e premtim pas premtimi. Të dashur pensionist, mos u pensoni premtimeve dhe ato pak gjëra që morët, 2 bonuset e pensionit, ata abonen e autobusit për cilën ju lut prisni në radhë si dikur në radhë të qumshit, ato i fituat për shkak të protestave tuaja, jo për shkak të premtimeve të atyre. Prandaj, kini një gjë të vetme parasysh, që për aq kohë sa Edi Rama do vazhdoj të jetë kryeministri i këtij vendi, ju duhet vazhdoni të protestoni, se vetëm duke protestuar mund të fitoni më shumë. Dhe lëvizja bashkë do jetë gjithmonë në krahun tuaj. Ne do jemi gjithmonë duke protestuar bashkë me ju dhe do përdorim të gjitha mjetet ligjore dhe institucionale që në radhë parë qeverin e pastaj gjitha ata deputet që ulen atë kuvend t'i vëmë përpara përgjegjësisë. Grinizarin tuaj. Ne jemi në fazat e fundit duke rishikuar projekt ligjin për minimumin jetik. Pjesë shumë e rëndësishme së cilit është rritja substanciale e pensioneve, siç po punojmë edhe për statusin e minatorit. Unë, si përfaqësuesi juaj në kuvend, do të përdor gjithë forcën time të argumentit në mënyrë që ata që do ta kundërshtojnë këtë projekt ligj të vijen përpara përgjegjësisë. Prandaj është e rëndësishme protesta e sotme dhe gjitha protestat e tjera që të vinë, që zëri im të marrë peshën që i takon, sepse është zëri juaj në atë kuvend. Ju falenderoj gjithë dhe na priste mbara.